e ka përmend për arsye se ulemat kanë thonë njihet me emrin shpirti i shejt për shkak se ai e ka pru shpalljen të kretë pejgambert. Edhe sjellja e shpalljes nga Xhebraili alayhis salam, nga shpirti i shejt e ngjall shpirtrat e vdekur, i ngjall domethënë është për qëllim kur njeriu pason Kur'anin, e pason rrugën e Allahut dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjen që të shpirtrohet edhe nga një njeri i vdekur, shndrohet në një njeri të gjallë, Kështu edhe Xhebraili alayhis salam, shpirti i shejt, e një prej emrave të tij është edhe ky. Kush është Xhebraili alayhis salam mesin e këtyre melekëve? Xhebraili alayhis salam është meleku më i madh i cili ekziston, krijesa më madhështore në botë, nga krijimtaria e tij. Më thonë më e madhe me trupe, me fuqi, me gjitha është Xhebraili alayhis salam. Në mesën e melaqeve